Qoftë lëvduar Jezu Krishti, mirëmbrëma për të gjithë ju të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë në këto momente që të lutim së bashku mbrëmsoren. Sot është e shtuna e madhe. O hyj më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiohat i Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Himni. Ti vetmi shpëtimtar, o shëlbues i madh i botës, nga ne u Krisht mbret, prano lavdin e kryqit jetëdhënës. Me vdekje ti e mposhtë vdekjen, e me jetë ti i dhuron jetën. Nxitsin mashtrues të vdekjes, djallin ti e kishe thyer. Me mjeshtri të bu dashurie, dorëzuar gjumit varit, ti hap selit e ferit e u afali ringjit eturve. Tash në krah të djathtë të Atit, ku shkëlqen fli e shenjtruar, lusim dëgjo të shpërblyerit me gjakun të ngjallërues. Ty ne me atë ditë e natë, duke ndjekur me dokët pastra, kundër të gjitha sulmimeve, flamurin e kryqit të mbartim. Ati ty e Shpirtit Shenjtë, e njëjtë lavdi ju Jezus qoftë, që me fitore të kryqit, na jep për herë, na jep të gëzojmë. Amen. Antifona e parë. O vdekje, unë do të jem vdekja jote, o ferr, unë do të jem rënimi yt. Psalmi 116. Besoj edhe atëherë kur më duhet të them, jam i pafat për së tepërmi. Në hurtimin tim kam thënë, rena cak është çdo njeri. Si do t'ja shpërblej Zotit për të gjitha të mirat që mi ka dhënë, do të ngrej gotën e shëlbimit, e me nderim do të thëras emrin e Zotit. Do t'i kryej kushtet e mia bërë Zotit, në praninë mbar popullit të tij, e çmueshme është para Zotit vdekja e shenjturve të tij. O Zot, unë jam shërbëtori yt dhe biri i shërbëtores sate, ti këpute hekurat e mi. Ty do të ta kushtoj flinë e lavdit, me nderim do ta thëras emrin e Zotit. Do t'i kryej kushtet e mia bërë Zotit, në pranin e mbar popullit të tij, në oborret e shtëpisë së Zotit, midis teje o Jeruzalem. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. O vdekje, unë do të jem vdekja jote, o ferr, unë do të jem rënimi yt. Antifona e dytë. Sikur se Jona mbeti 3 ditë e 3 natë në barkun e peshkut, kështu edhe biri i njeriut në zemrën e tokës. Psalmi 143. O Zot, dëgjoj lutjen time, vëri vesh sipas besnikërisë sate lutjes sime, më dëgjo në saje të drejtësisë sate. Mos hyr në gjyq me shërbëtorin tënd, se asnjë i gjallë nuk mund të dalë i drejt përpara teje. Armiku e salvon shpirtin tim, përde e shtroj jetën time, më ka lidhur në errësirë, por si të vdekurit e ka hershëm. Shpirti im por rënkon në mua, të mpik te kam zemrën në kraror. Më kujtohen ditët e shkuara, i kujtoj të gjitha veprat e tua, i peshoj veprat që ti i kreve. I ngrej drejt teje duart e mia, shpirti im si toka pa ujë ka etje për ty. Mu përgjigj pa vonesë o Zot, se mbeta pa frym. Mos e fsheh fytyrën tënde prej meje, të mos bëhem si ata që zbresin në varr. Bëj ta dëgjoj mëshirën tënde në mëngjes, sepse shpresën e kam vënë në ty. Ma mëso udhën se cilës duhet të eci, sepse tek ti e kam lartësuar shpirtin. Më shpëto prej armiqve të mi, o Zot, jam dore tënde. Më mëso ta kryej vullnetin tënd, sepse ti e hyje im. Shpirti yt i mirë le të më prinë në vend të drejtë. Më përtri në jetë o Zot pa emrin tënd, pa drejtësinë tënde nxirë shpirtin tim nga shtrëngimi. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. sikur se Jona mbeti 3 ditë e 3 natë në barkun e peshkut, kështu edhe biri i njeriut në zemrën e tokës. Antifona e tretë. Shkatrojeni këtë tempull dhe për 3 ditë kam për të rindërtuar, thot Zoti, fjale në kishte për tempullin e trupit të tij. Kënga marrë nga letra drejtuar Filipianëve kapitulli 2,
rreshta 6 deri në 11. Krishti Jezus edhe pse me natyrë hyi, Barazin e vetë me të nuk e çmoi si një visar që s'mundet pa të. por i amuhoi vetvetes E mori natyrën e shërbëtorit dhe u bë i ngjashëm me njerëz, dhe për kapamja jashtme duke i vetëm njeri, e përuli vetveten duke u bërë i dëgjueshëm deri në vdekje. mu deri në vdekje në kryq, Prandaj edhe hyi e lartësoi tezve, dhe i dha emrin që është mbi çdo emër, që në emër të Jezusit të përkulet çdo gjuhë e atyre që janë në qiell, në tokë e në nën tokë. dhe çdo gjuhë të dëshmojë. Jezu Krishti është Zot në nder të hyjit atë, Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë jetës. Amen. shkatrojeni këtë tempull dhe për 3 ditë kam për ta rindërtuar, thot Zoti, fjalën e kishte për tempullin e trupit të tij. Leximi i shkurtër marrë nga letra e Shën Pjetrit, kapitulli i parë, rreshtat 18 deri 21. Dini e mirë, nuk keni qenë shpërblyer nga mënyra e zbrazë të jetës suaj, të trashëguar nga etërit me ndonjë send të shkatrueshëm, argjend apo ar, por me gjak të paqmueshëm të Krishtit, qengjë të patëmet e të panjoll. Ai një mend ishte i caktuar që para krijimit të rruzullit, por u doftua në këto kohë të fundit për arsye tuaj. Në sajt të tij ju besoni në hyjin që ngjalli nga të vdekurit dhe i dha lavdi, kështu që feja juaj dhe shpresa të jenë në hyjin. Antifona. Krishti për ne u bë i dëgjueshëm deri në vdekje, mu deri në vdekje në kryq. Krishti për ne u bë i dëgjueshëm deri në vdekje, mu deri në vdekje në kryq. Kënga ungjillore Magnificat, antifona. Tani u lavdërua biri i njeriut, hyi u lavdërua në të dhe së shpejti do ta pranojë në lavdi. Kënga e Virgjërës së Lumen sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im me harej brorit hyjit shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtorën e vet të përvuajt, qese që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. sepse punë të mëdha bëri për mua hyi i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij, Mëshira e tij brezni me brezni, për ata që e druajnë. e tregoi fuqinë e krahut të vet, I hodhi poshtë qëllimet e krenarve, i rrëzoi princat prej fronëve të tyre, e lartësoi të përvuajturit, me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë, e të pasurit i nisi duar thatë, i ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet, duke sjell në mend mëshirën, si u apati premtuar etërve tanë. në të mirën e Abrahamit e të pasarsve të tij në amshim. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Tani u lavdërua biri i njeriut, hyi u lavdërua në të, dhe së shpejti do ta pranojë në lavdi. Lutjet e besimtarve. Jezu Krishti për ne u mundua dhe u varros, që pastaj të ngjallej, ati shëlbuesi ton me për shpirtëri të sinqertë i përkulemi dhe për zemërsisht ta lusim. O Zot, ki mëshirë. O Jezu Krisht, prej krahërorit tënd të shpëruar me hesht, rodhe gjak dhe ujë, misteri mrekullueshëm i mbar kishës. Jepi jetë të fejuarës sate me vdekjen, me varrimin dhe me ngjalljen tënde. O Zot, ki mëshirë. O Zot Jezu, të ra ndërmend për ata që e kishin haruar premtimin mbi ngjalljen tënde. Le të bjerë ndërmend edhe për ata të cilët nuk dinë për ngjalljen tënde dhe jetojnë pa shpresë. O Zot, ki mëshirë. O qengji i hyjit, ti je pashka jon, e flijuar për të gjithë njerëzit. Cili ka vetja të gjithë njerëzit. O Zot, ki mëshirë. O Zot i mbar botës, ti i cili nuk e fund, vedesha të jesh i vënë në varr. Liroje njerëzimin nga ferri dhe jepja lavdinë e pavdekshme. O Zot, ki mëshirë.
O Jezu Krisht, biri hyj të gjallë, ti nga kryqi i hapet cubit parajsën. Të ndjerët të cilët me vdekje dhe me varrim u bën të ngjashëm me ty, bashkoj në lavdin tënde të ringjalljes. O Zot, ki mëshirë. Aty hynë që je në qiell, u shenjë troftë e emri yt, art mbretëria jote, u bë fullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hyj gjithë pushtetshëm dhe jam shuar, ti që na jep hirin të kremtoj misteret të një lindurit birit tënd, të zbritur prej qiellit në thellësinë e tokës. Bëj që të varrosur me të në pagëzim, të ringjallemi së bashku me të në lavdinë e ringjalljes. Ai që është Zot e jeton e mbretëron me ty e në bashkim me Shpirtin Shenjtë hyj për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt për çdo së keqje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.